Teksa flasim për të gjithë eksperiencat e bukura në jetë, disa prej tyre mundi përsërisim 2 herë. Është shprehje shumë e njohur patjetër, ndërsa unë do ndalem në aspektin muzikë të kemrat, të cilat sjellin shumë sa i përket industrisë së muzikës shqiptare. Ndoshta disa prej jush do thonin në këtë moment nëse mund ta konsiderojmë një industri të mirëfill muzikën shqiptare, po pse jo? Pse jo, për sa kohë ka disa ikona që kanë kontribuar ndër vite, pavarësisht vendodhjes, pavarësisht kushteve, po themi kështu fizike, shpirtërore, gjithçka tjetër që mund të rrethohet, arti është i pandalshëm. Qanë gjithë ato territorë, themi kështu, të cilat her pas here duken si të forta, si të pa depërtueshme, me shumë sfida, me shumë probleme, por në fund të fundit shpirti mbizotron, pasi depërton menjëherë në atë pikë që është edhe më kulminante, kurse është shpirti dhe mendja. Pikërisht për këtë do flasim gjatë mbrëmjes së sotme, teksa ora po shënon 10 minuta në territorin shqiptar, ndërsa ne do të udhëtojmë larg, ose më saktë me që jemi edhe kështu prag. Po vjen edhe vera, po them kështu, do të shtegëtojmë lart, ashtu sikurse shtegëtojnë edhe ata ndyshet. Jemi pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku është ikona e muzikës shqiptare, së bashku gjithashtu me bashkëshortin e saj. Bëhet fjalë në këtë mbrëmje që të kemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në A-Times, zonjën Merida Lili dhe bashkëshortin e saj Arif Hyseni. Mirëmbrëma dhe kënaqësi t'ju kem. Kënaqësi, mirëmbrëma nga Tirana, si jeni së pari dhe kjo është më rëndësishme nga të gjitha në këto kohë të trazuara, si jeni më shëndet? Shumë mirë, dhe sa po mbaruam një koncert, dhe jemi pas koncertit, flasim me ju, drejt për suksesit. Kam përshtypjen me emocione të mira nga koncerti dhe me rezultat pozitiv. Është vërtet sa po mbaruam koncertin që ka Merida me katedrën e parë të muzikës shqiptare që është Amerikë, që këtë vit e bajtë një vjetorin e katedrës që e me lu vëllës bashkë Merida dhe Konstantin Lorenza. Dhe ky ishte koncerti i shumë studente, koncerti i Frankfurtës. Kemi 2 koncerte, koncertin e Frankfurtës dhe ata të tjerë. Dhe kështu që përfunduam një koncert studentët tanë, që përfunduan shumë bukur, me një audiencë shumë të mirë, që kishte edhe nxënës dhe student, edhe njerëz edhe shqiptarë që punojnë në universitet ato, që janë profesionë dhe kanë pozicione të ndryshme të marrë në State University. Shiko, ju me siguri jeni vetëm duke më dëgjuar dhe nuk po më shihni, ndoshta u duket pak e çuditshme, por unë flasë dhe ne, po më lejoni t'ju komplimentoj që dukeni fantastik që të dy dhe dukeni si një çift shumë i ri. Ndoshta diku te 25-27 vjeç. Kënaqësi t'ju kem. Sigurisht do të ndalu te koncerti, më vjen aty shumë t'ju pyes edhe në kuadër të gjithë rrugutimit tuaj jetësor personal, por edhe profesional, që sa herë keni koncerte, sa herë dilni para publikut, besoj ndjesit janë gjithmonë të ndryshme, i merrni gjithmonë emocionet, ato rrajet e zemrës dhe gjithë kënaqësinë që të dhuron publiku në mënyrë të drejtë për drejtë, apo jo? Është vërtet Ermal, sepse dhe sot, edhe pse janë student, që neve japim shpirtin bashkë punën që i mësojnë, dhe duam që ata të dalin sa më mirë dhe të performojnë, por që semestrin që kanë marrë dhe kanë hekur shumë punë, si dhe studentët, është një satisfakcion për të gjithë spektatorët, duart të kasin, marrin dhe neve gjithmonë. Unë ka qenë gjithmonë e vazhdueshme, nuk ka qenë as lart as poshtë, por gjithmonë kemi mbajtur një standard tonë me aktivitetet si me komunitetin tonë shqiptar këtu, edhe me pjesën tjetër të amerikanëve. Ndërkohë, më vjen natyrshëm të bëj edhe ato, po them kështu, disa pjesëza të vogla të disa teksteve. E di që do më gjykoni, se unë jam një stonatur e gjallë kur bëhet fjalë për të kënduar, po për shembull, kaq unë lule të bukura ka Tirana, mund ta them për shembull. Po. Lule të bukura gjithmonë këndohet lule, po. Kush është ai që nuk e di këndoj lule të bukura ka Tirana? Është emblem, ka një histori. Gjithmonë ka dhe vajta të ka Tirana. Ka gjithë shqipëria. Janë të lulet e Tiranës, janë për të hapë. Pra, ja, pikërisht për këtë e kisha fjalën. Po besoj ju e kuptoni pse unë e sjell ndërmend për një refren apo jo. E di që jam i paparashikueshëm, ju fus në herë në këto labirinthe, kështu, po duam të dëgjojmë.
sepse ka kënduar vajmën, ku kemi bërë intervistën me Fundit bashkë, Po. kam kënduar vajmë atë bukur se banana, se kjo goca prej Tiranës. Që e mbaj mend edhe atë fragment. Do të na vi diçka tani në këtë moment dhe një refren? Një refren? Lule bukra ka Tirana, me në shtrugë të plotë dhe, e mojës mere kustarara, merja kanë gësë dhe njëherë. Sa bukur, nuk është një kënaqësi e jashtëzakonshme, e vërtet, padyshim pa dashur ta egzagjeroj me komplimentat, por që e ndjen vërtet shpirti dhe e di pse e them këtë, fakti që i ka rezistuar edhe brezave. Ne sigurisht njihemi dhe unë jam një brez më i ri, dhe për këtë më vjen sa çudi aq edhe mirë që të gjitha brezët e këndojnë, e njohin si këngë, e pëlqejnë dhe pse jo e zgjedhin në ditën e sotme. Ju ndodh kështu edhe me studentët cilët takoni atje, qoftë edhe të përkatësive të ndryshme? Po, e mbajnë profilujon që i përmandete, përshkit këngët nga Shqipëria e Jugut, nga Shqipëria Vespe, nga Vëzhiro, nga Kosova, nga Macedonia, nga Shqipëria e Përshqetës, nga Qavëria, gjithashtu edhe Kalabria, arveshtë e Italisë. Dhe valër të kësaj, edhe i informojnë studentët tanë, dhe i edukojmë ata që të ketë uri të marrja asaj përket muzikës, kulturës, gjeografisë, kulturës, historisë gjithashtu. Për shembull, sot edhe koncertet e grupeve Ballën e Mitrovicës, se vetëm nga Mitrovica, pastaj vazhdu me Ballën e Prishtinës, një ballë që e ka kompozuar i tjerë Isak Moçovi, që çdo herë në televizorin e Prishtinës e ka hapur programin me Ballën e Prishtinës Isak Moçovi. Pastaj këngët të cilat i ka mësuar Rita. E filluam me Zarën, pastaj vazhduam Kobankat, pastaj vazhduam me këngën e Mihanes nga Kosova, dhe vazhduam me këngën e Shqipërisë Mesme, lake populare buzëqeshtosa. Një mix. Që ka dhe nga që ne duhet të shpërndajmë me këta se nga cilat treva vinë këto këngë, dhe njëkohës ishim sëmë dhe historinë e vendit, duke i thënë faktës topsat vogla edhe për ta. Tash ka si për shembull shef studentët prej Tajvanit, prej Kile, prej Haitit, prej Puerto Ricos, gjithashtu këto të gjithë studentët tjerë amerikanë, që s'kanë të me thënë një preante shqiptare, të gjithë amerikanë, edhe kur dëgjoj për shembull nga Haiti që këndon këngë për shembull këngën e zonës ose e fundit të Buzëqeshtosa, janë të trenuar për vokale, për education. Për marrin shumë klasa për music therapy, music education, për kompozicion, dhe marrin dhe ansamble shqiptar. Fantastike. Së fundi, duke parë edhe gjithçka keni publikuar në rrjetet sociale, sepse na ndodh që të jemi gjithkohës në vigjilencë, keni marrë pjesë edhe në një event privat, po themi kështu, të një figure sigurisht krenare që është shqiptar, sigurisht është rasti i zotit Berisha, pra ndoshta me sa duhet ka të bëjë me ditëlindjen e tij, mos gaboj. Ishte një aktivitet që jeni mbledhur thuajse të gjithë disa prej figurave të njohur shqiptare atje. Si shkoi? Shkoi shumë mirë sepse për Fadilin është kënaqësi neve të jemi sepse jetojmë në këtë komunitet. Fadili gjithmonë ka qenë njeriu më i fortë dhe njeriu që i ka dhënë shumë këtij komuniteti. Dhe për këtë falenderojmë dhe si artiste bashkë me Raifin, neve kemi bërë çdo punë e kemi bërë me Fadilin. Gjithmonë ka trajtuar jashtëzakonisht mirë. Ai ka merituar dhe e meriton vazhdimisht për suportin dhe për çdo gjë sepse vërtet është një figurë shqiptare që ne jemi shumë kënaqur për atë si fotograf. Fadil Berisha ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm kuptohet aparatin e tij dhe nasitë e tij për të zgjedhur pa lidhja më të bukura të artistëve të Hollywoodit amerikan, kuptuar nga ata shqiptarë. Shqipi dhe gjithë ai kontributi i tij është shumë i madh në aspektin kombëtar që ashtu sa për çështjes së Kosovës, për Shqipërinë, për Maqedoninë dhe të gjitha tregat. Përndryshe Fadil Berisha është një patriot intelektual moderne,
që përmes artit të tira ka sensibilizuar çështën shqiptare që Ballkanit dhe për ata jo vetëm vete, por të gjithë shqiptarë janë jashtë përkurve e tij dhe jemi shumë të nderuar dhe shumë të kënaqur dhe që është një gjë ndërmjetësisht të rrallë, edhe pse jemi bashkë me ta gati që 30 vite. Edhe kështu që edhe njëherë i uroj të ligë patjetër, ta rrosa Më vjen mirë që shohim gjithmonë bashkë disa prej emrave që kanë kontribuar më së shumti në fusha të ndryshme sa i takon zhvillimit të Shqipërisë edhe në epoka të ndryshme kur janë bashkë. Në krau tjetër kam parë që ka qenë prezent edhe parashevisi Maku, ju keni ndarë disa foto gjithashtu në rrjetet sociale me të. Si është takimi dhe si keni marrëdhënien sot? Sigurisht që kemi ndarë foto sepse një kolege në rastar që shoh që kemi punuar dhe ishte vërtet kënaqësi ta takoje në të eveniment edhe jam shumë e lumtur që e takova dhe që ndonjë faktën në një së bashku në tavolinë, ishim në një tavolinë së bashku me parashevin dhe parashevin do të uroja gjithmonë suksese, sepse na emocionoj shumë kur këndoj, është e normalli, të shjesht dhe i uroj vetëm suksese, shëndet edhe lumtur. Do jetë e mundur në një bashkëpunim apo mbetet për të parë? Se hyra shumë në pyetje në detaje, po. Gjithmonë të bashkëpunuar, për Europa. E vërtet, po. Këngëtare kryesore që kemi kënduar atëherë kur e ka organizuar Radio Televizioni dhe Jeri Pushkiti ka qenë ai që ka drejtuar atë emision. Aty kemi kënduar të dyja dhe kemi qenë dy këngëtarë që kemi dalë në të njëjtën kohë së bashku edhe jemi të njëjtës gjenerat. Ishte një gjë e mrekullueshme. Patjetër, dhe jam i sigurt që sigurisht do kishte edhe suksesin e vet, sikurse ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve me karrierën tuaj. Kam një pyetje për të cilën do doja shumë që të mos ishte në kuadër të një përgjigjeje evazive që okay, mbetet për tu parë dhe kënaqësia është dhe dëshira është. Konkret, në Shqipëri, do të shohim në një recital ndoshta së shpejti, si janë planet konkrete? Vërtet, ishte pyetja më e bukur. Po. Por një recital të madh fare, por një gamë më të madhe dhe ne po punojmë. Punojmë me disa organizatorë dhe jemi në bashkëbisedi dhe me të drejtën jemi në atë pikë, domethënë që derisa ta ndërtojmë këtë gjë, na duhet vërtet punë. Megjithatë jemi në punë sipër, sepse ne kemi pasur një të reja. Një prej kakëve që kemi regjistruar është kakë e kushtuar Afsal Zëberit, fillë të Teresës Aida Hozës dhe Lucia Pilotin, që kushtohet e ka këndu Verita, tekstin e ka shkruar Ramazan Çeka, muzikën e Ofisin e Pavorut, gjithashtu edhe dy kakë tjera, tjetër është Ulla i Kujeta, që tekstin e ka shkruar i tjeri Muzikën e ka bërë Raiti dhe tekstin e ka bërë Jorgo Papinji, po. Vjen dhe keq sepse vërtet kemi bashkëpunuar me Jorgo Goxhan, edhe një këngë tjetër të re që kemi bashkëpunuar me Juliana Jorgaxhiu, jo mos luaj ti me mua, është një këngë shumë lozonjare, kuptohet lirike, edhe atë ka bërë Raiti muzikën dhe jemi në proces për bërë ca videoklipe të vogla këtu në Amerikë. Dhe këto këngë rriti sjellim edhe në këtë recital, që shpresojmë të vinë së shpejti. Zoti Raif, mos më mërzisni tani. Besoj ke nuk për po. Edhe është restoran italian që ka tur jashtë për shtëpi. Kështu që si jam përzitur. Do të ishte shumë kënaqësi. Jam i sigurt që do të takohemi shumë shpejt me kënaqësinë më të madhe dhe ju e dini që unë ruaj një vlerësim edhe një respekt jashtëzakonshëm për ju. Dhe ndërkohë, faleminderit shumë, duke qenë drejt mbylljes, e kisha këtë
mërzitje në thonjza se doja t'i bëj një pyetje Meritës se si është ti rezistosh të gjitha kohrave si një ndër figurat më të dashura. Prandaj thashë mos më mërzit në këtë pjesë se e kisha pak të drejt për drejt pyetjen. Rezistosh më pëlqen vërtet. Pyetjet e tuaja sot kanë qenë njerëzisht të mira për mua. Faleminderit. Kam qenë e re dhe kam hyrë në saqin shtetëror të këmbëve vallëve, gjithmonë më thoshte Indiri Xhamalaçi, qendrituesi i korit edhe një artist i madh. Thoshte gjithmonë do hysh këtu në këtë kolektiv. Të gjithë janë të talentuar, të gjithë janë artistë. Dhe ti vjen nga varkët e shkollës dhe merr gjithmonë të mirat e këtyre njerëzve, sepse këto janë artistë dhe do ballafaqohesh me popullin. Me popullin duhet të jesh shumë e dashur, shumë e mirë. Dhe jo më pak se sot, zonja erdhën për të parë koncertin e studentave dhe nga to më thotë me Rita, duhet ta që jam ndërmarrë se artiste kështu, po ti që ke ta me këtu në top, ka shumë kështu jam dhe hodhe dhe një grua tjetër ta, po ju nuk e njihni ta me Rita. Rita kështu ka qenë gjithmonë, dhe unë them që sekreti i gjithë kësaj gjëje, që ne jemi artistë, ne duhet jemi shumë të thjeshtë dhe duhet përshëndetemi me popullin. Për sosmëria, po. Na duart rroket edhe na falenderon dhe na do me gjithë shpirt. Për sosmëria e fundit, ka thënë Da Vinci, është thjeshtësia. Kështu që të gjitha elementet i ke dhe thjeshtësinë dhe je i përsosur. Faleminderit shumë. Do doja shumë, e fundit fare, realisht pa marrë shumë kohë, në mbyllje ju më treguat pak, më zbuluat diçka nga projektet tuaja, ndoshta diçka në të ardhmen që e keni si një objektiv që dashuroni shumë të dy, apo janë kryesisht projekte dhe punë të marra hap pas hapi, step by step, si e thonë? Këto zakonisht janë projekte që të përbashkëta. Ashtu që do të thotë, gjëra video është shkurtë në YouTube ata për 4 diva pjesë pasit të ka. Dhe ka qenë një realizim shumë profesional. Dhe është parë shumë mirë nga populli. Dhe jeshtë dashamirë të artit të muzikës, aq më tepër dashamirë të këngësëritës. Pastaj do vajmë këto videoklipe, pastaj në verë kemi seminarit nacional që e bajmë në Shqipur, diku kemi diku për 200 studentë amerikanë që bjerë sa muzikë shqiptare, ka gjitha tremat të jetu që shqiptarë të Balkanë, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Prishtinë, Çapi dhe Kalabria. Kështu që të gjitha projektet si para pregatitje ose si ta themeluar pa të qenë e grofit për recitalin e madh që së shpejti inshallah do të bëjë Rita bashkëpunojë me një orkestrë të madhe dhe për këtë dy nga patjetër. Patjetër, me shumë kënaqësi për të qenë gjithmonë gati, jo vetëm personalisht edhe me gjithë miqtë edhe ata që ju ndjekin, por edhe në aspektin mediatik. Unë besoj ju jeni shumë të qartë për mënyrën dhe volumin, po them kështu, se sa ju vlerësoj juve, por do doja në këtë mbyllje të intervistës të ma tregoni sa ju pëlqeu intervista me një këngë e cila do tregoj nëse ishte shumë pozitive e intervista apo ishte la pak për dëshiruar. Kështu që kënga përmbyllëse do jetë nga ana juaj. E di, ndoshta kam shumë kërkesa, por gjithë ata që po na ndjekin janë të sigurt që zëri është ai i cili presin padurinë të dëgjojnë një këngë fantastike për ta shijuar. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë, super kënaqësi të jem gjithmonë me ju dhe vlerësime maksimale. Faleminderit shumë, ju presim. Faleminderit shumë, dashur miq, gjithë ju që na ndoqën në këtë çast, në një intervistë të pastër, të sinqertë, të drejt për drejt nga Amerika, ashtu sikurse janë ata, me shpirtin e madh edhe të bardhë. Rita Lili dhe Reif Hyseni, cili falenderoj shumë në këtë çast. Do të shihemi sigurisht në intervista të tjera, mbrëmje të bukur.